Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kemi prezant. Por faleminderit edhe atyre që e mësojnë këtë realizim të emisionit ton Këshia Show. Janë sponsorët tonë, është Ujë Sibura, një shishe Ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Përndryshe Ujë Sibura shkrihet sikur bura në gojë. Faleminderit shumë. Janë prodhime vendurës, po ashtu pija Aronia, Art Fruiti, me launxhet e saj 100% natyrale, që kanë edhe veti shëruse Aronia, gjithë ju që e dini veti shëruse të Aronias, e dini që janë shumë të mira, sidomos për rruzat e kuqe të gjakut. Faleminderit shumë pronorit e Sat Berisha që ka ardhur nga Zvicra, ka investuar në Kosovë. Spitali Medical Park që më ka operu mu dhe që tashmë ka mu mbi 31 kg pesh. Gjithë ju që dëni me pas një trup slim fit kështu sigurone mu duk mirë, edhe për shkak shëndetit të ujë, se është e domosdoshme edhe për shëndet pesha e lehtë apo e vogël. Shkoni tek doktor Remzi Gashi, caktoni terminin tuaj për operimin e radhës. Faleminderit shumë sponsorëve tonë. Shikues të dashur, sonte do të kem një emision pak më të veçantë dhe pak më special. Me qëllim kam dashur me shku pak nga ajo që ka ndodhur në mes të debatit të Luigjit edhe hoxhës tonë të nderuar Jair Beqiri, për me diskutu lidhe mbi çka ndodhi atë natë. Dhe për gjitha ato, domethënë që nuk e la fatkeqësisht Luigji me i trajtu hoxhën në mënyrën e duhur, me neve sonte e kem të ftuar hoxhë Jair Beqirin, e ftoj me dorë të gitit më. Hajde hoxh. Faleminderit shumë që erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Urdhna. Falenderoj shumë që ke ardhur. Se me siguri publiku kanë menuar që ne jena i dhënë po musliman se dhënë me zoti. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Unë e di që ti je koxha sabërli, edhe po atë natë të provokoj edhe për Luigi ka pak edhe po më prekum. Çka ka dosh me thonë me atë punë burr? Po që Luigi i pa përshtat shumë. I pa konsiderat, i ashpër dhe shumë tjera sena apo atribute kisha me ja thonë. Ne kemi jetuar me shekuj si vllazën edhe do të jetojmë tek kiamet bashk. Po vërtet bravo të gjithë. Edhe shqiptar musliman, edhe shqiptar katolik. Prandaj pavarësisht sa është numri i shqiptarëve musliman edhe i katolikëve që plus minus ndeshtra mund ndryshon, ne prap kena me jetu me njëri tjetrin. Absolutisht. Ne do të shkojmë darsma, ne do të shkojmë në varrime, ne do të shkojmë në pame, po mos e dhash Zoti edhe push do t'i kapëm bashkë me dalë në front. Sigur që kanë ndodhur. Sigur që kanë ndodhur luftën e fundit. Sigurisht. S'na kanë vetë çka jem. Prandaj ai Luigi nuk është në tokë të Zotit, shkurt edhe shqip, edhe nuk më kalon për shtypje për ne takim me ta. Mu çka s'm ka pëlqyer tek Luigi, okay, secili ka hoxh argumentet, po tankuën është mënu, domethënë më të provoku jetë është mënu më qitë në një farfur me, në thuj se është ofenduese me thonë hoxhë si gej. Te e dim fakt që na bilena muslimat mirë me këtë punë heq. Shumë e vërtet. Edhe çka nuk më ka pëlqyer mu, që unë du me orë më afru atje te te, edhe me shpjegu se unë i kom thonë edhe kështu, se e kom pa edhe vetë, unë kom menu edhe vetë që i kem shu Luigjit, po në zbesoj. Ti e kom qështu, Ju, gazetarët keni mana ka pak me rritë. Që unë jam ofër hoxhës tash, ki kom e shpjegu që ka. Edhe me qitë shemull për i bëj ka pak benzenën zjarë. Pse i thua që shtoj se s'ngajke, edhe sonalke. Kë nuk është Roma. Ja ke bo që ishte apo nga një derë, po e më shumë nësë është. Sigurisht. Sigurisht. Asëm lejon dërgjegja, asëm lejon profesioni që e kam, edhe... Ky emision nuk është bon shikues të nderuar për shkak me shtinj që shpëthojnë populli fitne apo për çore, por për shkak të asaj që hoxhës i komet bërë se nuk ka arrit me i shpjegu, edhe ju keni menduar që domethënë fakt hoxha spidin, po ai nuk leje kemi shpjegu tanku, ne sonte gjitha ato që ja ka bë pyetjet Luigi, hoxhës unë kam ja bë, bile edhe matrona. Po shkojmë pi në fakt prej Fistantinusit. Atë natë që ke për historia islame. Çka o puna e që ati mbreti që i ka dhonë një mideve, hoqë? Po, puna e tina, ne ai që na ka dhonë histori islame, ka qenë Bajrosh Ahmeti. Bajrosh Ahmeti. Po. Që s'lon ka atë natë me thonë me emrin. Po. Bajrosh Ahmeti ka diplomuar në Universitetin e Bagdatit. Ka qenë hoqë me famë, me autoritet, i sjellshëm,
mirë po ka vdek në kohën e Covidit. Nuk është gjallë, mirë po edhe djalin e ka, profesor në medreseja Amen Inshallah, e ajna ka mësue, mirë po më ka shty edhe me hulumtue, ka edhe emën tjetër që se këto nuk janë Kur'an. Nuk janë edhe hadithi pejgamberit a.s. Po se s'lon ka ta më shpjegu ligj. Mirë po është histori. E historia do më thonë vendi ku është zhvilluar të Israelit. Do më thonë këto janë Israeliate, do më thonë që për cilën mirë po, se përmenet emni edhe i Pilatus. Do për shamë thujnë, ato që përmena më heret, disa thujnë edhe për Pilatusin, qëllë do më thonë ta quaj kështu synimi apo qëllimi ka qenë njëjtë, ka verzione që i ka ofrue Fistantinusin 1.000 euro, po ka të tjerë që thonë ka do më thonë ofrue monedha ari. Po si do që tjetë, mbledh 1.000 euro deri si do që tjetë, se s'ka po se atku, mëse ne muslimanët nuk e dom Jehudën, se Jehuda ka qenë pa besimtar. U mënuam i trallëthue Isaun të dërgurin e Zotit, edhe mi mashtru edhe me i marrë paret, po edhe mi e ekzekutu ata. Mirë, po si mas verzionit islam, edhe këto a thëtë Zoti, edhe këto a marrë 100%, se unë i besaj që ka hatë Zoti. Absolutisht, ti mësë mi besu se që e huqë. Zoti Gjeleshan, unë Kur'an thëtë, vë ma kateluhu, vë ma salebuhu, vë lakin li shubi helehum. As nuk është i mbytër Isau, e as nuk është i gëshduum, po është i përngjam, e ajo është Jehuda. Edhe faktikisht, këtu neve në ndonë. Po edhe tjetra në ndonë që çuditërisht, shumë më me rëndësi, apo shumë e arsyeshme që edhe pse s'ka arsye, çuditna qysh njerëzit nuk thonë për shembull është Ademi, djali i Zotit. E faktikisht s'është. Mirë po, Zoti me dorën e vet e ka kriju Ademin. Pe Ademit e ka kriju Havën. E tash pse me thonë për Isën është djali i Zotit? Kur Ademi është njeriu i parë. Kur njeriu i parë dhe vetë Zoti me madhninë e vet e ka kriju as me burr as me grua. Para Jezusit. Para Jezusit. Po. E domthon këtu është ajo që ndahëm domthon ne me të krishterët për ndryshe. Për ndryshe jena vëllezër. Për ndryshe vëllezër jemi dhe Zoti vetëm na ka thonë. Po. Komunikoni, bisedoni. Në fund, lekum dinu, kum veli e din. Ju keni fenë tuaj, ata li të mojnë vetëm. E huq, që kam ka bo mu përshtypje se edhe Luigi e tha Adnat, për shembull thujnë, dhe më thonë edhe të krishterët, edhe besime tjera, thujnë që për shembull feja islame është më e re, dhe feja islame ka morë, Korani ka morë prej Izraelitëve, dhe më thonë prej Jahudive, por e ka morë edhe prej krishterëve tjerë, dhe më thonë feja monoteiste, ndërsa fejt monoteiste tjera nuk e përmendin askund Muhamedin, pejgamberin të dashur. Sa për ngjan bicikleta me trenin, as për ngjan feja islame me krishterimin. Pse? Po çka kanë përbashkët, hajmë thuj. Po për shembull kapën tek Isa alayhis salam. Jezus. Le te Isa, po mos falin feja islame ka abdes. E shumë kush nuk e di çka është abdesi. Abdes nuk mundet me marr ai i cili ka pas kontakt me femrën, po do të mu la krejt. Abdes nuk mundet me marr ai që ka qenë në banjo i ka kryer nevojat fiziologjike, se me fe islame tash edhe këto po e tham, ka pastrim edhe për nevojë të vogël. E jo më farë shprehje, shka derdhuje në kom, ku me ditë sa pika derdhën në teshë, tash po marr abdes e po falë, ja, kështu feja se ka. Po pejgamberi alayhis salatu wasalam të ka thonë do të mu ul. Njeriu edhe për nevojën e vogël, sikur femra do të mu ul, edhe me kryer nevojën fiziologjike, sepse shtypja e trupit kur krysesh edhe komt 99 presje 99% ajo kesja që rrin urina shkarkohet. E pora e dyta edhe nuk stopit e njeriu. Edhe në fund për shkak pastërtisë. Shiqohet, a ka rridhë në i sen të zorra të rashtën e me gryk të poshtë. Edhe prej gazrave, do më hunë faktikisht, edhe aty do të me morë të ahret, edhe pastrohësh, qohësh e veshësh. Tani qka, na jem 35 me një.
Që du me thonë? Qysh 35 me një? 35 herë na i lutëm Zotit të njalt, krishterët e ka një djele. 5 herë në ditët, herë 7, apo në 35? Të ka thonë edhe prifti ortodoks Nikola Gjufka. Ka thonë muslimanët janë më të mirë se ne, sa ata folën 5 herë në ditë. E tash, për më të mirë, aty e di Zoti, për vërtetën e di Zoti. Mirë për shembull, po e them që sikur muslimanët që adhurojnë Zotin shumë, edhe madhrojnë Zotin shumë, nuk ka komunitet fetar në botë. E tjetra shka më ka interesu mu, se kom pas edhe historian huq që thojnë për shembull që fejnë islamin e ka lënë pushtu si Osman. A ka pas musliman në kumbin tunë, dhe më para se me... Ka pas. Për shembull? Ka pas në përmes tregtarëve. Tregtarëve. Edhe shteti më i madh në botë, që sot i ka 350 milion, Indonezia, nuk ka histori që tregon që ka shkuar ndonjë ushtar atje. Po kanë shkuar tregtarët. Po tregtarët i bojnë ato kulturën. Për shembull, besimin e tyre, lutjet e tyre, sinqeritetin e tyre, se kanë herë tregtarë nuk blet gjithë me parë. Po blen edhe verësi. E kur ja u kanë quë, janë interesuar për pastërtinë e tyre, edhe për besimin e tyre, kanë pranuar fenë islame. Prandaj edhe turqit vetë thonë që kur kanë ardhur, kanë gjetë mirë, po disa familje. A ka për shembull ndaj shembull se një herë më duket në emision tamë ne ka pas përmendë fal xhamie. E kum përmend edhe po përmendni edhe sonte, po dikun te Gura. E kum harruar emrin e fshatit, ajo xhami ka qenë edhe para se marrë turqit. Në fshat atje domthoni largët, në komunën e Dragashit ka pas edhe xhami. I metëm bësh, më fal se po të ndërpres, mori kthy përsëri. A është e vërtetë që në Bibël dikon, sepse fjala Muhammed do të thonë i dashuri i Zotit, a përmendet dikon në Bibël profeti jon Muhammed? Përmendet edhe se të krishterët e mohojnë. Në Injilin e Barnabës, Isa alayhis salam ka paralajmëruar që do të vijë një pejgamber mas meje. Edhe qysh mos më ardh kur shembull pi bëj misioni i tij ka met në gjys. Thirrja e tij ka met në gjys. Tani Zoti Gjeleshanu hu çfarë statuti ka Isa alayhis salam fenë islame, thot Zoti ditën e gjykimit 4 pejgamber do t'i merr kundër 4 kategorive të njerëzve ditën e gjykimit. Kundër të pasurve, se këta që jenë botë është për shembull kryetare, kryeministre, parlamentare, ministre, çka po di shembull bëj pasuria i rrit. Mendojnë që gjithmonë rrit në atë pozitë aty. Mendojnë që gjithmonë shëndeti iman aty. Po në fakt edhe çka ka shumë pej tyne, edhe këtu tona po edhe në botë që i harrojnë Zotin, i harrojnë obligimet. Shumë e vërtetë. Zoti ditën e gjykimit ka mi marrë Sulejmanin alayhis salam kundër tyne, e ka mi thonë këtyne, pse s'keni fal, pse s'keni agjëruar, pse s'keni kryer të obligime? O Zot, po ti e di na kon shumë të angazhuar, kena pas shumë detyra, kena pas shumë obligime. Zoti i thot Sulejmanit, hajde këtu, ti ai kon kryetar shteti po. Pse ti ke mujt ana me i krye? Çka thot Sulejmani alayhis salam? Thot la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Zoti kërkon se na arkon me diçka çka s'mund të qenë. E unë ku mujt o Zot, edhe me krye detyrën e kryetarit apo të parlamentarit apo të kryeministrit, se ka plotën botë që janë kryetarë, janë kryeministër, edhe i kryejnë detyrët, i kryejnë obligimet. Për shembull, ky bëj Erdogani e shumë tjerë shteteve islame shembull pi bëj. Se s'mund edhe tonë, po vallai mundën edhe fort bile. Po s'dojnë. Po. Tani e merr ku janë fukara. Plot shembull pi bëj i sheh lypsar në për samafora, rrugë, me kolit se di çka shembull pi bëj. Namaz nuk ka, agjërim nuk ka, as i obligim se kryen, edhe mendon që unë jam fukara edhe u krye puna. Mirë po Zoti Gjeleshanu ditën e gjykimit edhe këta i vet. Pse kështu? Po s'kena mujtë o Zot, jena konë preokupuar çush mi bo i darën e vetit, e të fëmijëve, çush mi bo shpinë tjetër. Zoti i thot Isa alayhis salam, se s'ka pas më të varfër se Isa alayhis salam. Merë me men, i dërguari i Allahut, po shumë i varfër nuk on. Çfarë kapitali ka pas Isa alayhis salam? Isa alayhis salam e ka pas një fanull të lesht, te ja kam lu gujt. S'ka pas mranshme. E ka pas një breg për ujë, edhe e ka pas një krahën mi kreh, mi e krën. Po i brigun e ka thyje, edhe krahënin e ka thyje. Pse? Se shokët e ti, havarijunt, nuk kanë pas, i kreshin mi e krat me gishta, me thaj. Edhe uj, pishin me grushta.
Për më barazu këmë ta. E Isa a.s. tha, po bohna qësh janë laznija e mi, se s'po duhem i rreh nalt. Bravo. Qëre qësh janë konë dërguam të Zotit. Nuk janë konë ata mi rreh nalt, su kur tjerë shambull për bëj, na me nëzime dhe gëllë, dyshat, dikosh 4, tjerë shambull për bëj 200.000 euro kërë. Ka hebone, qësh hebone? Dhe të ke funit, tonë kena më ronë të abut, tonë kena më shku të Zoti, Po, tonë kena më vetë. Edhe kush tybe, 300 tybe në kase, parja e mirë është. Mirë po 2 sene, parja si pështa. Parja nuk shtë mësë më plak. Edhe parja nuk shtë mësë me vdek, du të mi kuptuat gjithkush. vërdet. Po bënu njeri, bënu robi Zotit, dije për çka ke ardhë, Arre me përullësi. E vërtet. ndihmoj ati që s'ka. Zotit të jep orët për diçka. Normal. Hoq, po kthehemi tek një hadith që e ka përmend ai të Ibn Abbasit, nëse s'gaboj, Luigi ka thonë që demek guri zi, pas ka me fol ditën e gjykimit, edhe i pas ka dysyn që e që t'ke gun, këto në zapete, edhe dy vesh, edhe pas ka me kallzu. Në fakt, aje unë e di që ka dish me thonë, qysh guri zi i kallzon Zotit, kur është një ajet kuranor, ku thot, asnjë fije gjethe nuk bje pa dijenin e Zotit. Zoti s'ka nevojë për gur zi. Shqeqo, ai që beson Zotin të plot fuqishëm, Beson në mrekulli, pajtuna këto. ai beson edhe këto. Pse? Ka hadith tjetër që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të dëshmoj guri edhe do të dëshmoj druri. Nëse dikush, shembull bëj, tradhtisht e ka vrarë dikon. A mos është në kuptimin metaforik? Jo, ti çush duhesh thuaj, po është e vërtetë që Sikur ka për më shembull fol na me thonë- edhe ka më bë dëshmitar. Mos bën keq ujë se na shta uji ose shisha të në aspektin metaforik të fjalës. Jo, nuk ka metaforik, po është e 100%. Prandaj, ata të cilët e kanë harxhuar pasurinë e vet, me njet, me shku, me vizituese, vetëm ja xhamin rrozull të kësor që është ndërtuar me urdhër të Allahit të qabja. Të natyrat i kanë ndërtuar njerëzit. Ndërsa ata, Zoti Gjeleshanuhu e ka urdhënuar Ibrahimin edhe Ismailin alayhis salam. Prandaj do të flet. Do të flet. Po, e kam po shumë herë thojnë, për shembull fe tjera thojnë, edhe ju feja islame keni dhujtari, për shembull na të kritikoni neve, po keni dhujtari për shkak se para se me qenë Muhamedi, aty në qabe ka pos zutra edhe tjerë, domethënë një dhujtari, edhe domethënë shkoni e pothni gurin e zi. Çka mendoni ju për? Po mirë. Kur ka qenë mas të 370 zotra kanë qenë për se marë Muhamedi alayhis salam. Në qabe, apo? Në rreth qabës, po ka pas edhe mrena. Po. Po, mirë po, atëherë s'ka pas pejgamber. Se bëshllëku apo zbraztina mes Isaut edhe Muhamedit alayhis salatu wasalam i ka pru këto shtrembrime edhe këto devijime në besim. Më men? Të bidate, e them bidate të reja, drisi. Këto se në shembull pi bëj, gjithësisht po mirë, po thëmë, qabën, tavafin rreth qabës, e kanë bolja kuriq. Si shtast. Pse? E pse pej pa dituris? Po kur ka orë Pa profeti, dituris, e Zoti Gjeleshanuhu, për që ata ka që pejgamberin alayhis salatu wasalam, Një dhon dije. mëshirë edhe rahmet me i vidisue edhe me i qitën rrugë. a është e vërtet që para se më bu Muhamedi pejgamber ka lëzu prostitucioni hoq në ato vende? Çdo punë e keqe, edhe alkoholi është pi shumë, në mos të madhe bile, edhe prostitucion, edhe ajo ka pas shumë, bile në shumë shtëpi ka qenë flamuri i kuq, që me të reguë se këto, ata që ka nevoj mundën më ardhë. Prandaj, Zoti Gjeleshanuhu, e që ai pejgamberin alayhis salatu wasalam apo e dërgoi edhe gjërat negative për shoqërinë, po edhe për individin, i ka hiq pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pi shpjegon shumë mirë sonte, faleminderit shumë bu që kemi edhe një, se e kam edhe një musafir special, po para se me thirrje kam edhe një pyetje të fundit për shkak domethënë me thonë gjitha ato që nuk e mujt me i thonë në fakt me Luigi. Faleminderit. Kemi dëgju shumë hoxhallar duke thonë që për shembull është e lejuar me marr vajzën e hoxhës, bile ka hoxhallar që thonë për shembull unë kam meç edhe shok, por më duhet me përmend,
Thojnë që del prej dinjit, ai që thot s'bën me marr vojzën e Hoxhës. A del prej dinjit Hoxh? Hiç nuk del. Po bile, disa hoxhallar, pavarësisht ai pse ka kryer shkollë, pavarësisht ai pse mund të ketë një titull. Po, ma shumë se na bile. Mund të ketë. Mirë po, deklaratat e pamatura, të pakoordinume, i kanë kushtue kësaj feje, po edhe këtij kombi, këtu ku jem, shumë se jo pak. Po e turnë plotësisht. Na shtallë, ju, po edhe vllaznive ku do që janë që na shohin nëpër botë. Po çfarë fitimi ka dikush pse e din shembull bëj moshën e gruas pejgamberit alayhis salam. A shkon në xhenet pse e din? Jo. Po a shkon në xhenem pse se din? Jo. Po ku ha kafshë e keq që hina i hoxhë dhe del shembull bëj tash aty, ja u merr xhamatit kohën ditën e xhumë dhe më thon gruaja e pejgamberit alayhis salam i ka pas çikaç vjet. Po kjo është budallaki, pavarësisht kush e ka thonë. Ose tjetra del pi dini me marr vojzën e Hoxhës. Po jo more burr, nuk del se çore. A ke Covidi? Po Zoti na ruaj, po supozoj. Sikur që ka pas në përbot epidemi të ndryshme. Absolutisht. Mund ndodh që 90% të popullatës vdesin. Se qesin e i farë Covidi tjetër hala ma tronë se kë. Po, e vërtet. Jetë popullat e vogël, numër shumë i vogël. Edhe qka, që ata që kanë me jetë, dohet mu shumue. Po. E tash Zoti Gjeleshane hu, e ka pru mas afër me qka bën që tu po jonë kushtet normale. Absolutisht. Edhe pasha qitë një me të Zotit, nuk i marim bra rap të krejt qikat e miqës. Jo më reburë, se në shatë jajna konë. Edhe kena bisedue, pasha Allahin Gjeleshane hu, se e komë në qikën e miqës temë. Po është heron veç me thonë. Deli farë budallë shemull të i bëj, pa me ndu heqë edhe të lopet që të pejgoj edhe hajtu dhe amarë. Sikur dikush tjetër kush. Po, a me ndoni që ti kushtan fejes? Sikur dikush tjetër kush. Shemull të i bëj. Flamuri është harën. Po ku për të që dreqja, ku shtinja, ku shpët veta. Po krejt shemull të i bëj harën a jenë flamurat e krejt dy jasë. Po edhe të ishe të janë harën. Mirë po. E kryni funksion. Prekja të Turkijës. Flamurin, Turkijës ja pa Arabi Saudite ta he kryet. Bravo. Ajo është shfitua me gjakma. Po ka marrë pjesën në rivarrimin e eshtrave të Fazigra i Qefësit. Po e kum lutë Zotin me zemër dhe me shpirt, Allahi Gjeleshane hu në xhenet e qoftë. Amen. Po që ata burra jenë boshkak edhe sebeb që nesër i kemi drejtat. Sikur shembull bëj. Edhe për fe. Gjithsesi, po pakon liria s'punë ma fen. Bravo. Prandaj, le ta dini madhe dhe i vogël, në këto sene mos t'i shti hund hoxha. Sepse jem ka hajbojmë dam, edhe mund tham tash për shembull dikush ka qenë gati se afetarisht e dim gjunohet janë sikur smundja. Smundja është shkak me vdek njëri nëse nuk shërohesh prej saj, a qështu? Absolutisht. S'pas se be, po. Edhe gjunohet prali të din gjithkush janë shkak njërin mi nxjerr prej feje. Mirë po, qëto raste ja u kanë një muë, këty në dëqanit e dikuj tjetër kuj. Dore mi qitë në zemër. Dhe me thonë ata janë për me thirë njërës feja, në fakt pi largujt. Hoxha dohet jetë. Sikur doktor në emergjencë. Nuk ka doktori aty për shembull me shku edhe syzat. Ja pejti s'ka kur gjë. Kthene pej shtëpie. Ky tjetër ja litrëçet në korridor. Doktori pavarësisht. Çfarë gjendje? A është i bardh, a është i zi, a musliman, a sa musliman. Autodek, a është i pak. A qysh është, do të më mundu m'jap shtoj jetën gjithkuj. Hoxha që ky. Po piraki, po në piftu, Zoti s'm vet mua pse pip filoni. O vllai dashur. Pasha Zotin, ka ndodhë që ty para xhamis, isha të hes me një xhamat dhe një furtar. E tani në pension aj, edhe aje ka pi, ka qenë kështu alkoholist kronik, e i fshtet për muri. Mirë, po qatë gjendje, selam aleikum hoxh.
Aleikum selam. Tash ky personi që ishte me mua, i tha kështu decidivisht, s'ka me t'la hoxha pse po pin. Ja nisi me kajt sikur fëmija. E më shku kum kape, kum ledha tuë. Mos ta nien, se po pasha zëti ku me t'la, edhe keme ta fol gjenazën, veç tu la ilaha illallah. Hoxha, pambarësisht, apin alkohol. Po dhe nuk është ai hoxha që i gjykon njerëz, po zoti. A çfarë gjunohi bën ai? Ne do të më munduan njerëzit me afruar. Absolutisht, po. Jo me largue. Po punja që ato e keni mision. Gjënahet edhe të këqijat që i bën, ai ka punë me Zotin, s'ka me mua. A hin gjëna i hoxh që i largon njerëz për fejes hoxh? Po shumë se. O shkaktar Zotin na ruaj, më bë dikush shkaktar, Allahu më sellash. Unë më bë shkaktar me dal dikush për feje. Më dal shembull Sadria. Allahu na ruaj ya Rabbi. Amen. Xhenami është për mua. Po anën tjetër, më bë shkak sjellja jote, gjeturia jote, mënyra jote, ndihma jote. Më kthy njerëz edhe më bë shkak ti më ardha në fe. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka thonë shokut vet madhit kur e ka thënë për Yemen, ka thonë, "A di çfarë shpërblimi kiet i njëri me thonë ti la ilaha illallah?" Ka thonë Zoti e di dhe i dërguari i tij. Ka thonë vallahi më me vlerë është se sa mi pas pej lindjes e prendim. Bravo, e vërtet. Kjo keni këshillë mirë për gjithë ata që me disa kolegë të mit që e bojnë që feja jonë domethënë e pastër me usha. Nuk bën me Gjithsesi. Po. Na si jem kundra kërkuj hoxh, po Zoti më sellash. Edhe herë po tham, ne kemi jetuar me vllazërit tonë, po edhe historia na tregon që ne asnjëherë s'jemi kondom. Ani pse armiku, shekullori joni serbi, u mundu më na shtin armje veti. Po nuk ka me pas kurrën e kurrës neve që na ndan shqiptarët mes veti pambarësisht a jem musliman, a jem katolik. Ne jemi vllazën për asgjë. Bravo, do të ligje. Po, jam lejon sonte me ftue kam një personazh shumë interesant, vjen nga komuniteti krishterë Llaj, por e dojnë populli shumë. I mërsardhën është. A ftoj me neve sonte Gjon Gashi, e ftoj me Dr. Lidhje. Hajde Gjon. Faleminderit shumë që erdhe. Mirë broma. Mirë se erdhe. Të mos jeta. A je mirë? Jo, a jeni mirë. Gjon, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve për ftesën. E s'kena po mëti, je ka unë herë në emision të unë me Enverin. Jo, ka unë herë, po sot dhe mami që ka. Besoj që, dhe me thonë, e ke po emisionin edhe debatin paka shumë me Hoxhën dhe me Luigjin edhe di që jeni pak i mërzitur edhe i ndënjum edhe pse vetë i takon komunitetit krishterë. Po, jo bre, unë nuk e kam po, shumicën e emisionit se kam po, veç titullit i kam po, aja është ka i ndënjum, mu është po përqarje e madhe, se fundit unë nuk e kam këshyrë, ka thonë aj, po mu përqarje jam pengan. Se barën dhe se cilës fjale barë taj që e thët, ama s'ka nevoj me nëzit përqarje, edhe ta është dorën zemër, të kam kritikuar edhe ty të edhe, që mosafir tillë që e skalojnë ofendime, qoftë njënës palë, qoftë tjetërës palë, duhet me përjashtu për emisionit duhet me pas një dimenzion tjetër të bashkimit popullit e jo të përçarjes. Është të vërtet. Po na jem ata që i thrasmi, dhe ma nuk thimi asnjëherë në përçarje. Pse sonte për shembull na ul sa mirë dhe po folmi bot. Nuk është moderatori ai që i përçon. Po ju moderatori, po kur të skalon situata në atë mënyrë, s'ka kuptim emisioni se masa të e këshyre emisionet e tilla krijon rrejtje të ndërsjellë. Atë ka kriju për juve personalisht? Po unë e shoh që po të më kallëzu me fakte. Unë çka ka thonë ai zotnia unë as që kom Google, çu nga eksistane, po veç e shikoj masa që reagon, edhe tani mendoj që pritin me shoh. Tash ti del një e gjungurin 100 nxjerrin. Edhe tash ti për një gabim të një individi ata e shohin komplet tërësinë. Edhe kjo nuk qëndron se nuk ka që thojnë mal pa ok, të dyja fet ka njerëz që ofendojnë, po tërësia du të murujt, bërthoma. E keni thonë në emisionin e kalum të unë, dhe me thonë që ka pas bo shumë buj, e keni krahasu lëvizjen e Deçanit me ISIS-in, pse? Po ajo nuk, ajo është lëvizje e dreqit bre. Pse? Po senin e kërë, sa ta qaporesh ma shumë, qaq ma shumë i vjera. Po mirë me izolu, është mirë mos më morë me ta. Se sa ta halakaq ma shumë, dhe i ki boba jemi ndjerë një sen të keq, s'mu du me i banole, a i qaq ma shumë i vjera. Ju do të vjela dhe apsirë, shkort Shqip,
do të më izolu si lëvizje përderisa ligji nuk funksionon për ata që ofendojnë, që me funksionu ligji, sa njëri i shkon në borë, këson dhe... E pse për shembull a mendon që i bojnë dam fesë krishtere këto konvertime? Po nuk ka problemi të konvertimet. Kush e kërkojnë të konvertime? Le të konvertuem kush ka dënë, ai një hoqë caktuar Muhamet kaloi, ai një hoqë njëft i çet konvertimet në fenë vet. Këta të tjerë të çesën në fenë vet. Konvertimet nuk ka problemi të konvertimet. Problemi është te ofendimet. Se të konvertimet s'u nol korra s'kan monol te në fund botës. Problemi është te ofendimet. Ofendimet do të monol. Se fundit ai popull ka meritu bashk. Ata s'kan më shumë meritu në hon. Po keni thonë të mirë që e thova edhe para emisionit edhe nëse konvertohen 100.000 prap bashkë na metur. Po 100.000, 200.000, 300.000, po rrit ka përqindje, hajt po bëjmë na 10%, 12%, 15%, e me kanë kena meritu na, kena meritu me çat 80, 85, a 90, struktura e bullësisë nuk ndryshon çysh. Çka kanë më bëu këta lëvizja e drejtë, ata kanë më marrë me vrok këta me ndryshuar strukturën e bullësisë. Juve se Gjan pa dosh me ofendua s'kan. Juve si krishterë për shembull atë ka kushtuar kjo, domethënë kjo urrëtie. Po çu kushton, është një urrëtie jashtëzakonshme në mos. Atë që bo, çore. Në mos, atë që është kriju urrëtia në bazë të emrit e që je katolik, edhe më njëherë të vet a kur je bon, a kur si je bon, atë shihet me sy të keq, në certifikat me nxjerr në komunë, sportel në komunë, të këqyr emnat e fëmijëve, se janë disa katolik që servilizohen i pakëzojnë fëmijën me emnat më të përshtatshëm me musliman, që mu duk mirë para mosës, servilizimi është sa një keq, edhe ka të krishterë që e mojnë traditën e vetë i pakëzojnë me emnat që janë në kalendarin katolik, edhe të shikojnë me sy të keq, unë për shembull kam emën të pastër katolik, edhe në njerë thatë kur je bon, edhe kjo ka kushtu se mosa është elektrizu te mose, se del një i shon, 2, 3, 4, ligji nuk vepran, vën ata me kanë prapa grilav, se është elektrizuar. E çka ka kushtuar ty personalisht? E di që e ke posa në djalë të sëmur, unë ka kushtuar, nuk e kanë trajtuar mirë bash për shkak të përkatësisë religjioze. Ai disa jo krejt ka pas njerë caktum që ju ka penguar edhe emni, se ke qysh unë me kanë edhe gashi edhe emni kështu. Edhe pse mbjem një gosh është një mbjemën kogje i malë në popull, ka normal shumica me mbjem një gosh jetë musliman, po një numër i vogël janë katolik, edhe ka kushtu edhe qështu tash, ose po dhe më i anejna me marrë rolin e Zotit me gjyku, po aja shka e shumë praktik, është praktike. Ja mendoni që do të ka obligim i peshvija Kosovës do të gjirgji me dorë? Pa i vallohi pa disën e Zotit shpijes, kur që zbohat? Pa ja thonë i Zoti i shtëpisë, pa ja qel derën, mi thonë mirë se ke. Çe provoni çaj që ndron mbrapa këtyre? Pa i thonë i Zoti i shtëpisë, mirë se ke ardhur. Çka ko buke krepa zemër shkon atë këtu në jeshit. Ty ben hivt mosafirin shpe. E tashti me kona ai me ja u ngre frenat, është këtë tjetër situatë. Po thu që e ka obligim me dorë do da. Ka obligim, ai e din vet ka po shkon e ka s'po shkon, çka po bën. Unë golën e tij se kam heq. Se vëllu ka përshkën se unë i kam dë fotografi të ashtë përse i ka që dhe me thonë pa dosh me ofendu edhe se ti komentit krishterë dhe me thonë i kem një këtë që thot shumë të dashur besimtar. Ju falenderoj se në mbledhjen plenare të 48 të konferencës së peshvorë ndërkombëtare Shën Qirili dhe Metudi, e cila u mbajt më 27 janar 2024 në ambientin e qendrës pastorale Papa Gjuni i Mi në Beograd, i mëzuti i peshvi yndi peshvis prezident Prishtinës gjallë kryetari i kësaj konference që përfshin diocezat e Evropës Juglindore, përkatësisht Kosovës, Malit Zi, Maqedonisë dhe Veriut. Drejtojmë në rregull, po më intereson a paraqitet Kosova si shtet këtu kur shkojnë gjën? Unë e di që ju. Po çfarë shih? Shiko, gam, s'du se unë se kam marrë për dorë me çun Beograd, ai vetë ka qitë ju kon. Tash mos më obligatim mu se ai nartat më vjet në ka që me çun. Ja, ka qit vet, na po vetë na veç me bojnë Allah. Po na jem kundra, kur gjë, absolutisht. Unë për dorë se kam çun. Unë se jam kundër, pavarësisht pse kam respekt. Doshta me elaborues. Po, urna gjën, po. Si llavës, mos po i harroj fjalët e kam qendroj. Po me elaborues situatën e katolikëve. Për shkakun e gjithë aty në masakrave, për shkakun e gjithë aty në dhunimeve, për shkakun se nuk na njeh si shtet, i kish bën nder Kosovës. I peshkëve me thonë, nuk vjen Beograd për të këtë erthi sa, nuk na pranoj si shtet. E vërtet.
Jo, problemi nuk është aja se këta që janë fat asnjës janë serb. Këta janë disa janë hungarez, disa janë kroat, 2 janë shqiptar, është edhe ai Molitzi shqiptar. Po problemi nuk është se si ka marrë për dorë me quat ata vet, kanë shkuar vetë kanë qit, ato problemi tyne. Po këtu mungon Kroacia, shtet E bravo i kohë, Kroacia katolik, Kroati është mungon kroat. Bosnia, pjesa e Hercegovinës që janë katolik kroatët, mungon Shqipëria që kanë numër konsiderueshëm katolik, edhe sa katolik ka këto. Ka këtu në Vojvodin pak janë 3 Perçvi, Suboticës, Zrenjaninit edhe është edhe çka që po Novi pengon për Sadit, shembull. është edhe kjo e Maqedonisë, janë gërko-katolikë, thonë ata, rritit lindor, po katolik rritit lindor. Edhe ky është i peshë shqiptar, është i Kosovës, është ky po është me detyrë atje, se para tina para arsi tina kanë kushërin jemi në detyrë. Edhe Molitzi, qëre, të ky Molitzi dhe të ky Maqedonisë është gjithçka okay. Sepse ata kur janë ndul ato i kanë pas lemurat e vet. Duhet se ka posa. Jo, kë veç me pas ngu pak një këprilën, se dhe i ka jetu në Ferizaj dhe kjo rritë Ferizaj, dhe më thonë që të e ka, se e ka mujtë më kë e që se kish marrë udhën me shku atje, kish nejtë ka burri vetë, po vetë ka shku, unë me desh me shku se veti këta, kësë më ka vetë mu, kë ka shku vetë. E çka të më thonë që këtë Qirili dhe Metudi? Po, se disha dhe më thonë, këtë mund shakëm po të ledzu që shtu sikur ti e sikur krejt na, duke që këtë Qirili ka formu qëtë alfabetin e Qirilit, që i thujmë na alfabetin Cirilik. Po, shika, qëre, 100 pun janë matë meqme, se sa me shku ti me dollë në fotografi. E ki regjia dhe Ajo dhe jo kam, unë ka qitë puna, jam konë, Që dhe kjo për shumë Karitosi, në zëti Peshqvi zgjidhë kryetari i konferencës peshqore. A ki edhe tjera të regjia nëse më nëshpo? Po, mund ka qitë puna jam konë, shumë herë. Që dhe tjetërën? Po, jam Po me konë... konë transparent se menoj që Sadria për i non të pjovën. Gëm, mund ka qitë puna jam konë, tash të këta ishtë të armesh tonë, ka qitë puna kom kalu, aja di shka qeter, kom kalu të shku për Kroaci, ama, me shkuti edhe në Prekaz, të Adem Jashori, edhe në Beograd, është si kur me i morë, natën edhe ditën me i bo bashkë. Vërtet. E tash ti... E ki regjia nëse s'ka për i tjera dhe komentet gjunit? A dhe, jo për komentet e mija më qërte. Nëse më nësh po, se kom po dikon që ke komentu dikon qëto. Po komentaj në njëm për në, komentaj ku du. I ke pos dokumentet të rona, po nështë taj që regjia e gjonë. qëtë. Më qëtë jajtë për manin, a ju në i komentaj në bëks me tishtë. Gjën, bashkë në Beograd ki fitu post edhe s'djen mora as pak mu krenu. E urna, qëka bu do me thonë? Qëka unë këj post? Po më në këj koment, falë. Këj post si vinë sen këtina. Sen si vinë këj post këtina heq. Po ma pushtë të kem të ndërumin urimet të përzem dhe Viktor Supi. Për çka me uru? Qa kam rrime këtë post këj? Po kur u konë këmë Beograd, krejt mediat e Kosovës e kanë ditë. Edhe s'kam post koqe me elaboru si tim. Edhe ketë liderat shkojnë të ajë. Po s'ka këto. Pse si janë dorë gazetarë të këja, KTV-ja, në Stenishi, ketë televizionet në rranë, edhe me i bojnë intervjist, mi kërku sëqarime atina, që po më kërkën ti mu sëqarime, që po pështu me përmendi që nërë njëti në lavë. Unë se kam borë për dorë me quaj, sa i vogël. A i vetë ka shku, vetë ka qitë fotografijet. Po flitet kështu? A di shqip janë kja? Sigur me morë një fmive dhe e shësolak midis qytetit. A je vesh prindi vetë, a mu kjo fmi jemi sa që unë mja po gojlen, se ka shku. Po, e kem të më thonë, her pasere përmendë dhe kështu që lëvizjet shumë tana për Kosovë, pa dosh me ofendu asë një lëvizje, jo financuën për shtetëve të uja, jo kështu, çka mendon jo? Se di atoneve që momentin që i zoti shpisë nuk reagon me nol për qorjen, dishka ko. Po thu që... Një u dhe t'i punë. Ka mujtë me kërsi. Unë e punë, për çka po do me thonë me këtë fjallë? Ka mujtë me kërsi në i zarë, që po t'i janë. Po ore po thu e ki fjallën të forë? Po Serbia më nëzë që i pritë, bre, me këthy Kosovën kondër përëndim. Shumë e vërtet. Më nëzë që i pritë. A ka orë më të fort, se sa me, dhe mos o elektrizu, mos me në të jetë mund, me elektrizu mosën me kanë kondër katedrales, kondër prezencës ndërkombëtare, kondër Amerikës. Po ne kam po, mëre, që ta që i ra Amerika, Iranit,
mos është shumicë absolute kundër Amerikës. Sepse situata është kriju qasisoj që populli i Kosovës nuk është më shumë pro-amerikan, se edhe vetë kjo partia që i ka fitu zgjedhjet, Citrika të Rënë, është një subjekt rrugaqësh anti-amerikan. Edhe mos është elektrizu shumë kundër Amerikës. Shumë është. Se përgjithësi, nëse ka kë prisi përgjithësi teme, që në besimtar katolik jam, kë ka 1% përgjithësi sa ka kreu shtetit, presidenti, kryeministri, kryetar parlamentit, nuk prea ka kërkosh për qarin që është kriju. Televizja e Deçanit, ma kanë më rinotin, më në stopë, më shkruj njerëzit. Kush, Enveri? Pa Enveri, që më ka thonë Enveri, bre mu, bre. Shqyqër që tu ka smu djali se na kritikoj televizit e Deçanit. Që ka faj fëmija 3 vjetë e gjysë. Ata janë njerëz pa shpirt, bre. Po edhe një fëmi serb me kona, Roma, Turka, Araba, Kineza, që fëtë që përbojnë zullëm në Gaza, nuk ka faj fëmija 3 vjetë. Këta janë njerë të zotit janë. E përthu... Ta me konë, qëre, unë nesër ka me shku në Letnicë. Nuk ka pasur shku sëtë, se ka fillu sëtë 3 ditë që i fesë po për shkak neve s'ke shku, falenderoj shumë. Jo për shkak të se unë jam konë dilën, shkoj edhe nesër, shkoj edhe të shtunën. Po për shkak të emisionin, fakt. Po dhe ta shtu, çdo ditë son shkoj, se është 9 ditë që, edhe 3 ditë që, festa kryesore të shtunën. Po. Tashti, unë nesër ka me shku më lutë në Letnicë, jam konë dilën, ka me shku edhe të shtunën. Edhe tashti, unë kur shkoj më lutë, ti e po që shregohën, së marrë me ofendu kërkan. Veti ka qitë, fëtët aja u krytë, nuk ka po temë për muja. Edhe tash, kur shkishti më lutë është për gjanat mira, për vlera, nuk shkon më lutë, të da gjanë një e keqë që ti kanë. Shemëll, ata televizët dhe shonë që pishën televizorëve, unë kur s'pishën kishtë u lutë, është festa Shnandavit që janë Prishtinë, janë festa e Zojës Letnicë, janë Ranë, da kemë festa dhe kështu familitare, plus poshkët dhe krishtlindjet, janë edhe festat e shejterve. Unë kur si shatë të orë të lutë të ronë dy gojtë, të e praktiku, të e dëshmu, se unë ma shumë, vi kejtë beshtorëve, ma shumë që i dele kam dëmë lushin. Sa të më konë për të mirë me Zotin, me dëshmu në vepër, për të konë mirë me Zotin, jo veç njëherë në jaftë, du të si të që është me nxez me po kryqë, me thonë urat, me ronë gjumë, me eduku fëmijën, ato e në obligimet kurorës shajt që i meri krishteri, du të për dit me konë mirë me Zotin. E jo veç njerë njovë me dole me më pak zunë la po shnek, edhe kënej mi thonë nën, mirë ta ka qenë që tu ka smu djali. A i përmendoti qëfar logike përdorin, qëfar logike. A familitori jem, që tash është nërrosh një tjetër, është çudit edhe është gëzu shumë, se qysh u bo shembull, djali jem e ka bashku masën, pa dallim feje, pa dallim këmbi. Një me kanë ndihmu shumë edhe prej komunitetit musliman, apo? Për komunitetit shqiptar të dyja besimeve, musliman dhe katolik, kroat, e besa edhe tjera këmbë. Po, mas shumë të stubla, po pastaj pa dallim, ka pas të dhe hoxhallar që i kanë organizu. Kush janë ata? Po do kam mirë mi publiku me emën, a i vete ka publiku, a i kushërin jem, bashkëshator jem, Nazi, që e ka bo në intervjist, e ka publiku, se unë nuk e kam pos për obligemi publiku, se nuk... Po është Nas Gosh, ja? Po, edhe nuk ko lidhje sa por i ka publiku aj, po fjollët e tina, kur thot, gjithë shka kisha dhonë, veç me po djallin tem të shku me qonë në shkollë, aty janë fjollë legendare, aty janë fjollë që mi jamarun i përmendure Nazit Amerikanë. Atë në kështë për zgjallim jam arru. Do me thonë të kanë ndihmu muslimat? Pa dalem, musliman, katolik. Edhe jo veç që më kanë ndihmue, po kur dush me dollë në mos, një mujna petë. Se kam simpati, tjeshtë dhe kam shumë popull, se unë si varë me ofendu kërkan. Inshallah shëruhet djali. Faleminderit, inshallah. Edhe nuk ba... Po në Turki e di që e ke posë për shërim djalin edhe i ke shpëtu jetën, qësh ke kalu gjën atje? Po mirë, normal, në hospital. A ka harmoni fetare së kur të në dhe atje? Në Turki, unë jam befasu me një shembull. Unë kërë kam shku për airport Turki, unë se kam ditën qysh është situata në Turki. Edhe, kur jam hije në spital ato në Universitetit Stambollit, ato infirmiere, mjeke, shumica ishin me hijab. Bules, ftyrën, mlut, a kështu... Po. Shamijen. Po. A dhe ato koridori ishi madhë, sa kjo sola jute. Se koridori në formën ma të gota, më shumë i gotë. Se të tesa konë
Po. 15 katë. Kanë ro në seshde, që në seshde dhe di shka kom letëzu, se di që funksionan e apun të feja ju. Në shaj falenderimi, Edhe shaj falenderimi dhe adhurimi ndaj Zotit, qashtu ma kanë spjegu për kësysja se unë se kom dit, të e lutë Zotin për shpëtimin e jetës tina. Edhe, aja pun u konë arsye, që kur kënë zgjedhjet lokale, në botrën e që di kushërinit ta, pak vetë volontarisht, i thash, kom vetë votu, veç e ki hijabin, edhe pja kalëzë i shemin në Tërkizë, në botrën e qëti hoqës, o kom për asamblej, ta shtosh asamblejse në komunë, s'ka dhe bëjbja për menemnin, po aja dijet për opinionin, edhe ta ne, më theshin këta, disa, jo krejt, disa, qysh bëdhe ke, ti dhe me votu hoxanicë na, thash, unë të me votu me 2 gjukët. Edhe u koni far takimi, jo, kalablak, nashta njëna koni 3, 4, 50, thash, unë ka me votu me 2 gjukët, thash, s'kam ku me nejtë, kishin porosit pije sene, thash, unë s'kam ku me nejtë, veç i rrda me përshëndej takimin dhe shkuva, thash, me 2 gjukët ku me votu, thash, edhe ki mos zgjedh. Aja, u të ki që s'ka mos zgjedh, thash, ajtë se e di, unë aki mos zgjedh, s'ki mos zgjedh, se thash, unë jam manë teren se te, se unë jam parasojnë qatë partit që është e deputete, asamblejiste, edhe unë jam befasu për mirë. Edhe një takses tërkom ka që për poshk në loqen taksem qendër Turqisë është kisha katolike Shën Antonit, e ka mëru italian 1939. Ka që atje? A i ka që Erkan e Koemi, ka që atje nuk ka desh me morë pore heq 20 kusur kilometra o konë largë. Po i kam dhonë pore, se më ka orë gjyna se i takses privat, po ndaj se pak murdi shka, se zdej kemi morë se e ka hakin, ka që. Edhe tjetër është ka përdu me përmbyllë këtë temë është, ka plot katolik, që i thëj vetit katolik, që i shojnë e bluj në të dit, që kur nuk shkojnë në të nicë, kur nuk shkojnë kish, unë në midis Turkijës, me 99% muslimon, është një komeston kish. E dhe më thonë, kjo është e shka kom su nga predikimet e Don Luqerit, feja du të predikitu për dhe në vejpër. Vejpër, jo në fjallë. E ka sot plot që nesër mas qetri, që janë fejstazojës në tisë, nuk shkojnë, a kënej mu më thonë bëjnë. Fejet më mojnë dhejpër. A i që e mojnë fejen, kur mos që të të pitina, të t'ju qytyne që se mojnë, se këta se kanë gojnë. Po ti të ki bërë mirë si më konë musliman? Ja, si jam në musliman, për në këtë të fejen. Po lëtë që për të të po. Ha? A ka mundësi mund të lidh pak? Po, është pa problem, që shio mëre? Na jem lozën? E falenderoj vllaun e nderuar për këto rrëfime, po njëkohësisht e lusë edhe Zotin, inshallah ideal sa më shpejt shërohet. Amen më Zot. Inshallah. Kur u përmend që karaj reputacioni apo simpatia ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, unë tash hoq jam për ditën kontakt me njerëzit në të pame, në darsëm, në fjallë nusje, në vdekje. Mirë po, mund të këtë individ, mirë po si mos, nuk besoj që i ka popullën në botë kënë ma pro Amerikanë se sa është popullë shqiptarë. E vërtet, po Gjonis nashta ka desh me thonë pak uzbej. Po mirë dhe, po unë shprejat opinionin tim. Për shkakun se ne e dim të gjithë dhe jemi të vedishëm të gjithë, po mos të ishte intervenimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne nuk e shumujt më këthy në Kosovë kurmo. E vërtet? Sepse jemi konë për zonën, unë vllaun e kom të vram, djallën e vllaut e kom të vram, burrin e motrës e kom të vram, kom 4 kushediri të vram, po 54 të fshatit të njën të vram, edhe ata kusheri kom, e kusherina, e kështu që i jemi Shtetet Bashkuara mirënjohës gjithmonë të këtër dhisa dhe besoj që kjo veç ka mu shtu e ende. Dhe në kiamet. Dhe në kiamet. Onën tjetër, unë e posh dje dhe atë prononcimin e kryeministit që ka mërë të mirë, që i tha e saj senatorës, unë e kërkoj që të jetë bën stili bazë e përhershme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Edhe është për mi urue gjithmonë, pa marrësisht kush e thot, çka e thot, unë
Unë jam hoxhi të gjitha partive. Shumë e vërtet. Unë nuk jam e një partije. E vërtet. Mirë po, kur e thot mirë dikush, mu më pëlqe. E pa dosh me shty temën, me ndru temën, po çka mendoni për këtu që falem pak më herët se troh shumë pak me ful, që gjuni ngrej dyshime pak për tha i Zoti i shtëpisë duhet me dal me ful, a mendon që i takoni peshqis me dal me ful për çto konvertime? Po shiqo, ato A ka obligim? në të gjitha fotot, shembull për bëjt këtyne njerëzve që janë konvertue, i shofëm shembull për bëjt se kanë bë foto me tu. Edhe ta shin Facebookun ati, domethënë ashtu mund qysh e tha, 100% që ashtu është. Domethënë me bekimin e tina, me iniciativën e tina, Unë s'kam foto me ta. edhe domethënë që nuk ka dyshim asnjë fije dyshimi aty mirë, po Që i nuk është peshqis mirë. është mbrapa, a? Nuk është mirë, po, 100%. Mirë, po nuk është mirë mi gjuhe gurin e mi mshef dorën. Sikur që u përmen, kënena po shkoj po pineraj, e për respektaj familjen Jashari, kënena po shkoj në mjedis Beogradi, do në thartë marrë pak, mu skuq pak. E nuk është në rregull, por i peshkvinë e Kosovës, nuk është në rregull. Do është mund të lidh Po. disa sekunda për që tha për simpatinë e popullit Kosovës për Amerikën. Po që mire ka, po unë e kam ndërlidh me një fakt tjetër, ndoshta s'u ke kuptuar. Shkoku që po fiton një subjekt i majt, dhe Amerika nuk e do të majtën. Kjo është argumenti im, zotni. Subjekti i majt që i fiton me kaq simpati të madhe në popull, zgjedhjet, e krijon bindjen, se edhe vetë vendosja e ka sulmu ambasadorën amerikanë dikur. Se kjo të region që populli i Kosovës nuk ka pro-amerikan sa ka qenë për shkak se po fiton një subjekt i majt rrugaqësh. Sa ka qenë, po thot, jo që sa ka qenë. Se fundi fundit, subjekti që kanë kriju shtetin, edhe që janë qojnë pro-amerikan, janë të tjera të opozitës, ky subjekt që ka ardhur në pushtet përmes dhunës, përmes rrugaqërisë, përmes vetë fundosjes, jo vetë vendosjes, kë nuk ka pro-amerikanizëm as pak, se është subjekti majt, Amerika nuk e do të majtën. Nuk e di unë, partit, nuk e di smira. A i lon partit dolmi tek, a i lejon feja muslimone apo islame, feja jonë e dashur, me u martu me një krishterë dhe qysh me trajtu? Po, gjithsesi. Hajde, se i kena një do që s'bane. Edhe aq tolerante se me të vërtet, ka njëherë, kur i ndëgjojmë komentimet e dikujt, që shë paraqesin fejën islame, të shten shumë me dyshue. Po vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas grua krishtere. Po kanë pas edhe shumë personalitete gra krishtere. Me fe islame nuk guxon ti me ndalu ato me i thonë mos shkon kish me i bo lutjet e veta. Po duhet mi lejuë. Do më thonë, ky është islami, që, sikur që thotë Zoti. Do më thonë, e lejan një të krishtere me... Gjithsesi, edhe në asnjë mënyrë, nuk guxon me bo trysni, apo me bo dhunë me i thonë, jo, bënë muslimone se për ndryshe nuk banë. Ai që e kupton fejen, feja vërtet, e lejon, po edhe e urdhënon. E urdhënon milion me shkun kish. Bile. Feja islame thotë bën me shkun kish. Pse jo shembull ka standarde diferente? Bile pse jo shembull për. Nuk lejon femër muslimane marrë me katolik. Edhe mi afrua shembull për bëj me kërë, pse ju? A i lejon femër muslimane më martu me katolik me krishter? E tash kjo është diçka tjetër sen, shembull për bëj për shkakun se femra muslimane me gjithë se tek ne ka raste për gjithë ditë, martuhen shumë femna muslimane, shembull për bëj me të krishter. Mirë po, për hir të sinqeritetit që ka në fe, feja islame kur martohet, domethënë femra muslimane kur martohet për të krishter, rrezikon se nuk është kjo tolerancë te ju qysh është te muslimanët. Që milon shembull për bëj ai katoliku, dëgjoj. Po thon milon ai mi mojt Ramazanën e më svej thonë, hec këtu, bojmë dashni në Ramazan. Apo shembull për bëj, vallaj unë pëqona pi fali sabahin. E me thonë shembull për bëj, jo më s'ma presh gjumin, se unë nuk lejaj këtu ty, mu qua me rëpluë. Nuk kam në familje temet martu me musliman, nuk i dim, falë. Për ata, nëse shembull për bëj,
cungohen këto të drejta që më femra muslimane s'munët mu falë, s'munët me agjerue, atëherë shembull vibaj e ka të ndaluar. E ka të ndaluar. Mirë po, edhe po them, po ka raste që pej dy anëve, edhe shqiptarët muslimanë Kjo që e primerë, krishterë, ti nuk e di për zotin. Po, e gjanë, po hoqë, se në shtatë dërpërejtë më falë. ju, po Nuk e deshta di me ta, Se thonë djetë që- deshta me vetë gjunin, se shpesher këmë posë tu, dhe me thonë edhe prej levizës dëqonit, pa e ofendu, për shembull kanë thonë që na pengon në zonë. Ty personalisht gjë na të pengon, se ti e konë në Stamboll e ke dëgju minore me e zonë. Të pengu? Po, atë pengon në zonë. Unë, nëse ki ku Po. ka zbërthuj para 15 vite, e kam pas një problem, tash mund është me thonë, shejre e zoni s'ka pas faj, për një farë problemi të vogël. Hajde. Shtatë është lirë, kallëzoj është lirë. Edhe Si te këshia. një haxhi në Matishan, u jep dashu të drum. Edhe nuk e nalë shorrën, nuk e kam një unë kur e ka thirë zonin e që se kam nalë shorrën. Edhe s'ja kam ditë kuptimin e zonit. Par 15 vjetë u kom jep unë, qëtash mëjtë. Edhe kur e kam nalë e u krye zonin. Edhe ai po më kërcënon mund që s'kam të pagu edhe pse se ke nalë edhe ka ardhur ai tjetër, një maj vjetër, edhe i ka bërtit haxhis. I ka thonë, kësë ka obligim e ta respektu e zonin, se kësë son mas pori heq musliman, të ja shë kryshin në kambi. Ti u desh mi a spjegu edhe sigurisht ta kishë respektu. Mi ka lëzu që si të bënë e zonin, nalë, më tërrit, tani edhe unë i thash, unë jam lind me një fshat vogël, pa ato ku jam mën, s'ka musliman, është për një lagje e vogël, ketë jem katolik. Edhe gjami nga të skena. Edhe dorën zemrën se kom ditë, tani vase ne ju interesu me lexu çka është e zoni. Ose kom ditë kuptimin e zonit. Unë e kom ditë kuptimin e kombonës kishës temës. Unë i kom pas 20 e kusur vjetë se kam ditë çka e zoni. Ose 7-8 vite. Edhe e zonin e kam kuptu çka është. E zoni i thirr njerëzit për adhurim, për namaz. 5 herë në ditë. Ashtu është sa? Po. Ashtu e kam lexuar dhe kam lexuar gabim. Po. Edhe ai ploki i bërtit i haxhis e qiti në dhe edhe që të sejtë situatën se haxhia, që të ke kushte, haxhi i shkon. Po pa i sigurisht se ka ditë që je krishter. Jo, ai se ka ditë as që jam i krishter, as heq, po i ka ordhi noti. U blefu Po, dhe ka thonë qysh musliman edhe as i tros për respekton e Tani zonën. erdha i që më ka thirë, ai s'ke ato erdhi, tha, hajbe, tha se ka ditë. Tha falë, tha se ky, unë ati haxhis jarë ke i noti që shumë se di çka e zoni. Ta që durën zemër, si kur ty më të vejt di shka për te na, ti se ki obligim me ditë, ani pse je hoq, ti i di punë të tuaj të vetat, për që to është problemi që bojmë vath, na thojmë, se që du të mi ditë punë të veta, se e ka unë të fillim, e zbërtheva, e kanë me jetu ata, që ta që po shohë. Unë s'kam foto me ta, që po thotë jo, e përmend një hoqë, tha, kanë tha foto me televizijës të qonit, ka më dhonë një me ta. Jo. Unë s'po kam konvizat ata me dollë foto, sa ta në kishë s'po vinë. Ata përpjekon për fejës janë, po janë për me lëshu në i lavë guje, qështu, sa ta me konë në fejë, i përkushtohen fejës edhe nuk kanë vakt me ofendu. Nëse i përkushtohet i fejës, hajde te nejës të landetnicë, edhe këqyra e thot prifti një lavë guje kontër muslimanve, se thot, se ka për obligim me thonë, s'ka drejt me thonë, e ka punë të veta, po që i ka punë të veta, priti punë të veta, për që ta duhet me morë fond për qorja, se keni me nëzit popullatën, unë e di se ku është qëllimi, unë pse jam punëtor dhe nuk kam fakultet krymë, së më vinë më kravata për midit senet, se njëm në nësëm të rend, midis muslimanve, qëllimi është shumë i kjartë, me nëzit popullatën muslimane kondër katedralës, kondër krishterve. Edhe i treti që rrënd i kom, mi rejtë o ponit mu knaqë. Shkort. Asë një herë s'kanë me arrit armisht. Po ja kanë njës, ta kanë me arrit i sholas arritit. Mund të këtë individ, mirë po si mos, ku gjonë, në botë, konë, ma popull, Me harmoni të fetare. bardhë, ma popull, ma shpirt mirë. Solidar, po. Asë një i bemi nuk u quë as hoxh, as haxhi, as mifti, me thonë kush qysh prishët gjimnazi, e për ne e bëni katedralin. Asnjë. Mirë për të gjithë, duke ditë që vllazërit tonë nuk kanë katedrali. Po edhe tjetrën, trupat diplomatike, që do të vinë, edhe ata ka nevojë më shku mu lutë, edhe do me thonë që faktikisht ja u kemi urue,
Edhe e kemi lëshue që të thënë të vërtetën, vetëm edhe pak, thënë të vërtetën të shkon dikun tjetër kon, ku do të qoftë ajo? Me thonë, apo një popullat, qështu 97% katolike, e me thonë, pirëzojmë gjimnazën e përbojmë një gjami, nuk besoj që këshin me pranu. Prandaj, unë që ditna me këta që i vjellin vnerë kundër fesë islame, kundër Kur'anit, a dit një, dy, feja thët me i vra, me feja thët me i pre, po i së thët bre pasha zëtën së thët. As ka thonë kur, po jo që shtë kura libri zëtë, së thirë në rejti. Po unë e fjale zëtit mëre. Po edhe na si jena së pejsot ditë këtu, po harrët dikush, na jemi me sheku i bashkim. Edhe pëthëm edhe i here, na keme konë larës ma bashkë, keme konë në degë bashkë, keme konë në luft bashkë nëse lypë nevoja, edhe sikur që jena konë. Bravo. Prandaj, i lom etiketimet, i lom paradjukimet, i lom ato ngacmimet që faktikisht x rast të shembull për i bëjmë e këshyrën e për Facebook, nuk e di që ka kunën në botë, po nëse se gaboj qytetin, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është gjykata kushtetuese, me shkronjat artasht e emri Muhamedit a.s. Pse? Sepse kanë marrë pe i Kur'anit, edhe në Amerikë është Universitetin e Harvardit. Harvardit, bravo. Dhe më thonë kanë marrë pe i Kur'anit. A përshë e kështë edhe për Vrasja njeriut, dhe më thonë është në Amerikë me vdekje. Ta mund që thëtë Kur'ani. Prandaj kanë marrë ligje pe i Kur'anit madhruan, ndërsa është ai shoku që kemë para kësehovit, Luigi, del edhe qëtë vënerë dhuë të që shamull për bëj, plus asaj u të reguë asë i paditur. S'ku ka ku në Harvard Luigi, me po ato? Asë i paditur, sa që... ka posë emnin Luigi? A e kështë të njëftimi? Se e prekin e tem, a i ka dole, e ka demantu. A ja ke po letër njëftimi të që ka emnin? Vallaj, më do këtë që... Ku për të që ko Luigi? Unë të kalëzaj për shemë temi, për ku e të që shikoj? Po shë zëtën... A i Luigi ka thonë, se që shiko, Gjan? Po a i ta portale pja qesin që ko Ljubisha, me qëmë bjenin... A i ka dole ka demantua, me në... që shë ka se dive që punë të Ljubish të kish. E qka me ndoni jo, se a i ka dole ka demantu Luigi, unë e kom po një video, ka thonë së jamon e Ljubisha. Ku i ka kry shkollën, aj? Malzi. Qarë gjuhen? Sërbesh, normalisht. Qaja shkolla që ka kry qashto e ka nëzit qështu me folë. Pse? Pse? Të kështë kry edhe të ishe nëzit qashto. Qashto. Qështu rritë se formësimi bëhet nga fëmiria. Absolutisht. Nëse të formësohet për i prindit me u rritje, Angel s'ka me dollë ty. Ajo formësu qashto që i ka folë qashto. Se me kanë ka me jetuaj. A i ka shku në Malzi, se jeton, po letika me Malzi me kanë jeton atje, jeton me Malazas. A jetë vjenet jeton Prishtinë dhe s'folë qashto. Me kanë ka me jetu. Treg me dollë me bli. Pa i kryp s'ka me thonë kush me bli. A kemë da katedralën të qendër Prishtinës, që zotnia e përmeni, tha, nuk u konë kërkosh kontër. Ka pos aty këtu në ashtë atëherë në i zokë kontër. Po fuli kështu, hipotetikisht. Po situata atëherë u konë e amel, nuk ka pos kësi përqorje, që përqorje ka fillu para 2-3 vjetë, 4 vjetë, 5, mëse që ko marë shumë. Edhe atëherë, konë situata këtë tjetër, veç sa patëm dollë për luft dhe që shumë ndër të shtetin, edhe këna pos një president mirë, që ja ka vënu dhe gërthemelin katedralës, për me të rjekë simpatine e përendimit, edhe katedralja edhe pse na e kem kishën në Lpion, asaja në Lpion s'pëna mushët të se numri besimtarëve katolik Prishtinë është as një misa, është rreth 800, në i djetu se në bëllë mirë, po katedralja u maru për simpatit e Evropës, po shqyqyr që u maru, po nuk o problemi të katedralja, problemi është të zbërthimin të vepër, nuk mund është edhe me shkun kish, edhe me fy njerëzit, se fundit ke qina krijesë Zotit, të ofendu krijesa krijesën, të ofendu ngriusin brevur. Dhe më hona Luigi që ka, e ki fjallën që ka... Ta është i une me shok këto, ose kë mu, kë bjen këtë shtime edhe me Zotit, se që shumë ka folë mu edhe këto ka folë Zotit, 5 gishta kjo, 5 son, se cili musliman, cili katolik e ka po të idejk prindi, nona, boba, i lo shpirti për dere, a për dritore. Pa i cakton Zotit kur me ta mor shpirtin, kur me ta dhone, me dol dilje, me dol bora, me pak
mu pajtu me ligjin e natyrës, me ligjin e Zotit, se kjo nuk është në rregull, po bëj shkam ka orë ndu. Pajtu në me ty. Sonte Stiqore pa pajtu e. Gjuni ka unë një shambull, dhe me Po thonë ti harmonisë stiqore pa pajtu, vetore edhe të ti. jashtëzakonshëm. Edhe ty, ti e ditë, kam shoni 100 herë, pse për jep hapësirë për qartëse. Për zeni mërë burra, apo t'jetë më orë, a di ku kurit është e? Kurit është me vjell, edhe me dorë cullak në shesh. Shtu t'i sene kurit është. Me përzon qiftin e atina që i fyn, mosën, hysh më shkurit është përveshi, si mi pos 7 vjetë. Po thot e kontesh me kohë për e ishe me përzonë. Po, e tani unë të kam shoni e ti. Po e vërtet. Jo veç ato, po se cilin. Edhe mund është me përzonë se fëndej mosën qashtu. Edhe këto është me Ja, përzonë. ti po si. Vallai, jo vetëm Si lëmisi me ka unë që jam më tash për vit. Jo vetëm i përzon, po Ty t'kam shok s'ta nxes për mos veç. miftue Ta asnjëherë gjezëm në jetë, tjera. sepse për qamja ne kemi rastin shembull pi bëj edhe të Gjergj Kastrioti Skënderbeut kur ka kap një shtag e ka thyje, po kur i ka bashkuar të gjitha, ka thonë e kështu do të me kont. Kur i ka bashku të gjitha, s'ka mujtë me thy kërkosh. A një ka Ne- një i ka thy dhe djoli ti në vogël gjoni. Ne nëse jemi të përqam, jemi pak. Se kësh pa thonë herë ky gishti i madh. Ju livdohet ty në të katërve, dhe të në je maj forti. Po tjetëri i tha, jo bre burë, tha unë e myti armikun, je maj mirë se ti. Ky tjetëri i mesmi tha, mu tha Zotim ka dash mas shumëti, se mas shumëti më ka rritë. E ky para funit tha, po unë stëlisna me metalin ma të qmushën, stëlisna me ari. Më unë asë, E i vogli qka tha? Tha, o, sa jemi të pestit, jemi grusht. E nëse një mund nga atër si jemi kur gjë. Bravo, Dardivide, bravo hoq. Hey, am lejoni, sonte kam unë një hoq dërum që e përmeni ma herët Gjuni, a i s'ka mujt me qenë prezent fatkesisht të fizikisht, po e kam në lidhje direkte në përmjet WhatsAppit edhe është të në prit. Hajde. Është hoqja ju në ndërum, në asgosh e eftoj me dartë të kitje. Sonte me neve, si që thash edhe ma herët, regjia në ka bogatë është hoqja ju në ndërum, hoq në asgoshi, që e përmend edhe ma herët Gjuni. Hoq falenderoj shumë që pranove intervistën edhe pse je larg Kosovës. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve, faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit shumë. Sonte kem prezant Gjën Gashin të katunit të juve, po? Edhe e kem prezant edhe hoqë Jahir Beqirin, edhe më herët diskutuam edhe për djalin Diegon, që tashmë po besoj që paka shumë më shëru edhe bisedum që rreth një videos ju që e keni po më herët. Në fakt, që shka qenë, dhe me thonë se Gjuni e përmendi, tha, hoxha nas goshi me rindëm përmenduar e për zgjodhe me i maru për ato fjallë që i ka thonë për djallin tem. Respekt, faleminderit Gjonit, përshëndetje për dy mysafirë tuaj, patjetër përshëndetje edhe për teleshikus. Në fakt, unë në fatkeqësinë e Gjonit, ose në fatkeqësinë ose në fatën jo të mirë të Diegus, unë pata një moment për te asaj që na e ndjejmë dhimbjen, edhe natyrisht na dhem zemra për një gjendje jo të mirë si Diegus. Unë me bashkëfratarët e mi, me njerëzit e mi, me xhamatin ku jetojmë, e morëm një iniciativë modeste të rastit, e që ajo që ishte më e bukura, e që do doja që ta interpretoj përmes këtij emisioni është gatishmëria e gjithë njerëzve pa dallim për mi përgjegjës atij aktiviteti, unë po them modest, sepse nevoja e Gjonit edhe nevoja e Diegos ka qenë shumë e madhe, edhe unë jam shumë i njerëzve që me shumë përkushtim jam përgjigj dhe kemi mbledh diçka, jo mjaftueshëm, po diçka, një sasi të caktuar të hollave, në mënyrë që edhe ta mbështesim Gjonin në kuptimin ekonomik, po patjetër edhe ta mbështesim edhe në aspektin moral, sepse në fundit Diego është një fëmijë i fshatit tonë dhe është një fëmijë të gjithëve. Dhe ky përafërsisht është një përshkrim ose një diçka shkurt që jemi mundu me bë për Diegon, drejt për së drejti, po patjetër edhe për Gjonin, sepse na e dim të gjithë si jemi prind dhe dim cila është gjendja emocionale e një prindi, kur para vetës ka një fëmijë në gjendje jo të mirë dhe në gjendje shumë të rëndë. Edhe kur i mungojnë gjanat elementare për me trajtu, realisht kjo është shumë e rëndë. Hoxhën falenderoj shumë, po edhe fjalë që i tha Gjuni këtu nuk preka shumë, e tha një fjalë që e ke thonë ti më herët, që e ke thonë nuk du ma shumë prej Zotit sa me po Diegon të shku në shkollë me qëndë.
I nderuam, unë e kam thënë disa herë, po jo kaq publikisht, po tash po e them edhe më publikisht. Sikur t'ishte diçka që është në dorën time, kisha me shkri gjithë pasuninë veç me pa një fëmijë si Diego, e drejt për drejt Diegon të shku bashkë me bashkëtarët e tij në shkollë, dhe ndoshta do të ishte dita më e lumtur për mua. Absolutisht, dhe këtë e them, dhe qëndroj me këtë zemrën mbrapa kësajna. Unë po du me përtej kësaj, po du me dhënë edhe me bë edhe njoftim. Unë kam pas fatin që të rritëm edhe të zhvillohem edhe profesionalisht edhe njerëzisht të ndihmush të tjerëve. Por nuk i kam arrit gjanat vet, nuk kam bë punë të mëdha vet, po do të pas parasysh nëse kem një popull që humanizmi e ka identitet shpirtënor të vetin, na kemi realizuar numër të jashtëzakonshëm të aktiviteteve humanitare, por po them këtë Diego është për mua shumë specifike. Unë falenderoj shumë për këtë fjalë, veç du më thonë që Zoti të rujt edhe të nderoft, edhe nuk disha më thonë alo pa fjalë, me këtë fjalë të jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme edhe të shpirtit. Gjana kimi thonë diçka hoxhës. Po. Kusha e përshëndetje, si po kaljan? Faleminderit, mirë Gjon, si je ti? Unë e thashtë në emision, do ta shikosh të emisionin kur të emitohet, ti je legjenda e Brusit, fjalët e tua janë legjend. Edhe pse unë kam akoma dhimbje shpirtërore nga smundja e Diegos, entuziazmi, solidariteti njerëzve me shpirt madh si ju dhe plot të tjerë si ti, kanë dhënë forcë, mos më dorëzo dhe kur nuk do të dorëzohem, dhe me ndihmën e Zotit, Diego do ta kaloj këtë sit hap pas hapi. Po, edhe hoxha po, i nderuam se po pa problem. Nëse ma fal një minutë, unë do të falenderoj nga këtu, sepse sot ma ka dhënë Gjon një informacion të shkurtër për Diegon, që më ka bë shumë të lumtur dhe më ka bë muni jashtëzakonisht mirë. Unë lutem bashkë me familjen time që ai fëmijë të jetë barabartë me shëndet me fëmijë të tjerë. Faleminderit shumë për këtë fjalë. Zoti të rujt, edhe hoxha e ka një fjali, hoxha Erbeqiri që është hoxh i nderuar edhe vjen sa herë. Patjetër, shumë respekt. Shumë respekt për mullajohan, shumë respekt. Nazim Efendi të përshëndes shumë, edhe të falenderoj shumë për këtë punë që ke bërë dhe na ke zrit fytyrën të gjithë imamëve. Zoti të shpërbleft. Faleminderit. Vetëm një hoxh sikur ti shembull që nuk bën dallime, po i ke ndihmu ati voglushi, ja ke shnosh zemrën këtij babës të Diegos, Zoti shpërbleft me të mirat e veta. Amen, faleminderit shumë. Prandaj për mundin kohë. Do doja me mbyll të thonë që unë jam ai djalë që më rrit ndjepjen e diturisë tuaj, edhe të hoxhallarëve të tjerë, dhe u kam borx ato që kam mësuar nga ju me jetësua në jetën tëm si imam kudo që jetoj. Krenar me ty, krenar, Zoti të rujt. Faleminderit shumë dardëgitje e mollë për nozën e hoxhës, faleminderit shumë hoxh. Uroj më të mos edhe prezant këtu live, faleminderit shumë për këtë fjalë. Gjithherë, faleminderit shumë. Faleminderit, respekte, faleminderit. Respekte gjithashtu. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, na ka emocionuar shumë hoxh. Po, tha jam rritur me diturinë tënde, edhe tha jam krenar, tha që po kam edhe një 4-5 imam që janë për Prishtinë që kanë kaluar nëpër dorë të mia. Po hoxhë më tërsheh trupi, besal. Po alhamdulillah. S'm kanë ndodhur kështu. Çka më thon tjetër veç ka një mesazh për fund edhe unë me ta pa fjalë, s'di çka më thon tjetër. Gjan, çka për fund? Faleminderit shumë që ishit. Më keni nderuar jashtëzakonisht shumë, unë emision më të mirë s'kom pas herë, thash edhe kështu. Prapa kamera. Mua më vjen shumë mirë që unë njofta me vllahun tonë me Gjonin, edhe një herë e los Zotin nga thellësia e zemrës edhe shpirtit që ai djali inshallah sa më shpejt shërohet. Fjala jote në vesh Zoti, faleminderit. Amen. Amen, faleminderit. Gjan, faleminderit shumë. Hoxh, faleminderit shumë. Respekte, faleminderit bana Allah, faleminderit shumë. Gjan, faleminderit shumë. Shikuesve i themi natën e mirë, kaq të person të shihemi javë tjera. Sigurisht besoj ju ka pëlqyer emisioni, që një emision pa për la, pa për çome fetare, po tu dosh me njëri tjetër. Domthonë nuk është faji jon, po kanë ardhur qellojmë mysafirët e papërshtatshëm, po na s'kem dur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. U krye emisioni, është emisioni i parë dhe sa i rikthen në refresh emisionet e kaluara që ka kalu pa debat mes mysafirëve. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit shumë.